Merhaba! Unë ndodhem në Turqi, kam ardhur në Stamboll me mamin edhe Luisin. Është hera e dytë që vim në Stamboll, edhe kësaj radhe nuk kemi marrë guid, por jam unë guida. E kam menaxhuar të gjithë ditët se si do i kalojmë këtu në Turqi. Këtu jam te hoteli që nga shumë i bukur, ja vlen për çmimin që kishte, shumë i rehatshëm, shumë i bukur. Edhe neve tani sa kemi ardhur nga aeroporti, erdhëm me transportin e hotelit që ishte ekstra patjetër. Edhe do dalim me një herë për ta shfrytzuar ditën maksimum. Këtu është një krevat doppio, edhe ky krevati tek që kam këtu mbrapa, edhe akoma nuk e kemi zgjidhur si do flejmë, por që me shumë mundësi do flejun me Luisin. Kjo është edhe outfiti që kam zgjedhur për ditën e parë, do vesh edhe pardesyn, do vendos kapelen edhe syzet. Po. Dhe sistemova pak make-upin se kisha shudje mbas ditës që e kisha bërë. Edhe mendoj se jemi gati. Apo jo, jemi gati apo jo? Yes! Kjo është veshja ime përfundimtare për sot. Për zoti këto rrugët e Stambollit shumë alore, vdiqëm. Po e nxjell Google-i për 4 minuta. Si qemi ne. Okej, let's go. Të ndodhem të Galata. Edhe do ikim të gjem atë vënin ku bëjnë ëmbëlsirën e famshme Sebastian Cheesecake, që ta provojmë, ndërkohë do konsumojmë edhe mëngjesin te Galata Tower. Ne pasi konsumuam mëngjesin te Galata Tower, kemi ardhur me taksi te akuariumi Floria. Bravo. Tani ne kemi dalë këtu jashtë, po pim një kafe, kemi marrë te Starbucks. Edhe mama ka shënuar me në reja. Edhe kjo pamja këtu është shumë relaksuese, është shumë e bukur. Do marrim sinita. Shumë mira që nga kjo. Përsova nga kjo si media se që nga shumë e mirë. Me thënë drejtë nuk mendoj se do ishte ndonjë gjë wow, thjesht bukë me Nutella. Edhe, okej, ashtu është, por po më shijon ka shumë. Është duke më rënë, që thjesht i loj fjalët edhe ta haj. Ja ku arritëm dhe të sheshi taksin. Është kjo pjesa e qendrës. Edhe më pas nëse do ecim nga kjo rruga këtu poshtë, do dalim te Galata, do të thënë janë të lidhura së bashku këta. Një këshillë që mund t'ju jap është nëse doni të thyeni euro në lira ose dollar në lira, ta keni parasysh që t'i thyeni gjithmonë te sheshi Taksim, ose të paktën shumat e mëdha t'i thyeni këtu sepse e merrni euron më lart. Ben verdim ya pastamı. Tani me qenë se çokolata e Dubait është bërë shumë e famshme, edhe neve nuk mund t'i rezistonim dot edhe zgjodhëm një 2 të vogla, sepse në darkë do bëjmë një furnizim më të madh, se do provojmë edhe snacksa turk. Do provojmë këtë sa për të shuar në epsin. Ua, më të vla pjesën. Fantastika. Është më e mirë se ato shqiptare që kam provuar. Se në Shqipëri kam provuar edhe kështu të paketuara që janë çokolata që vinë të importuara, po edhe nga pasticëri shqiptare, ka shumë çokoladë, se mua më pëlqen të ketë çokoladë, pak në preferencat e mia. Edhe pista kjo duket shumë cilësore. Shumë e mirë. Të mamata. Vini Junior, vini o Kylian Mbappé o Dark Guri, vini Real Madrid. Pas një rrugtimi shumë të gjatë nga sheshi Taksim deri këtu te Galata, sepse mami dhe Luisi e kishën mendjen për shopping, ne ja dolëm që të arrinim këtu dhe ta kapnim orarin e pasdites për të provuar ëmbëlsirën e famshme Sebastian Cheesecake. Kur isha 10 më ngeli pishman që nuk e provova dhe mezi kam pritur që ta provoj. Shpresoj mos të më shkënjej. Po si fillim do të gjem një vend të qeta. Merhaba nasılsın? Çafati, kemi gjetur super vend, është pak ftohtë, mami dhe Luisi kanë pak ftohtë, po të bërë kjo sakrificë. Shive ku e kemi kullë.
Lanzove Merakun dhe Sebastian Cheesecake. Nuk ja vlen me çmimin që ka, normale që është abuzim, sepse është shumë e famshme, jemi në pikën kryesore ku ndodhet edhe kulla, edhe janë çmime stratosferike. Por për një herë për ta provuar ja vlen, mund të them. Luisi e përcaktoi këtë fiksi djath lope dhe bashkë feedback, po nuk do e provoja përsëri, nuk do merja më asnjëherë nga kjo. Goedenavond. Unë do ju bëj një përpletje të shkurtër se çfarë kemi bërë deri tani, sepse nuk ju kam detuar. Dje në darkë u kthem në hotel sepse me Demek do bëheshim gati edhe do sprisnim përsëri po që të konsumonim darkën, por nuk shkoi sipas planit. Kur ikëm në shtëpi, thjesht tham do shtemi 2 minuta, edhe thjesht në zori gjumi edhe ngelëm pa darkë. Pastaj në mëngjes u zgjuam shpejt edhe ikëm këtu poshtë hotelit që konsumam mëngjesin sepse kishim të përfshirë në çmimin. Nuk është se ishte ndonjë gjë wow, mëngjes tipik turk. Pasi konsumuam mëngjesin, unë qitëm përsëri te dhoma e hotelit edhe u bëm gati. Bëra make-upin, bëra ca video për TikTok, edhe për të veshur jam veshur, po doja t'rregoj më vonë se çfarë kam zgjedhur për sot. Ne kemi ardhur te Grand Pazar tani. A do bëjmë pazar nuk e di unë, po që do ja kalojmë bukur jam shumë e sigurt. Mësoj se di shumë mirë turqisht, por një 2 fjalë kam mësuar që kam bërë në shkollë në universitet. Mjafton të dini merhaba, me kadar edhe numrat pastaj që t'ju a thojnë. Çok kalabalık, çok. Luis! Unë sa i mirë, duke se që ka orea me këshu. Këse marrin nga këto gjërat? Duam qimet e kokës për këto gjëra. Luis që nuk janë fare të mira. Nuk ja vlen fare. O Pasha. O Luis Pashau. Asa jo. Yes, shën Sofia. Ajo drejt. Po. Ndërsa kjo është xhamia blu. Unë do të shkoj tek ata Shëtervani tek ata. Ja, Shëtervani duhet jetë pak më poshtë këtej. Jo, është afër me... Duket ishte afër me Shën Sofin. E pra aty poshtë. Pra se aty lujtë Mulane si ku mami. Po. Tonim neve. Aty është edhe çezma e Hyrremit, ajo e famshme. Mbrapa kam xhamin blu, po për të futur atje duhet të kesh shami. Edhe xhamia blu. Tu kemi ardhur te Topkapia, te Sarajet e Topkapis, ku është luajtur dhe filmi i famshëm, Sulejmani Madhërishëm, dhe që nga gjigante, që nga të mrekullueshme. Këto mbyllen në orën 6 edhe ne vetë po nxitojmë tani që ta shohim gjithë se nuk mbaron, nga e pafund. Ora shpesë Po, me këto pamje nuk e di. Mirë që kam pasur mall për filmin, sepse është ndjesi shumë e bukur, po nuk e di, një ndër gjërat më të bukura që më kanë parë sy. Do ta vizitoni pa patjetër. Të dua shumë. Me thënë drejtën ikëm që nga plani se unë kisha zgjedhur disa restorante të tjera për të konsumuar drekën dhe darkën për ditën e sotme, por që dolëm jashtë planit. Gjithsesi dita është e gjatë, kush e di ça mendjesh na vin deri në darkë derisa të shihemi. Po qesh mami dhe Luisi. Ne drekën e konsumuam shumë vonë sot, nga ora 5-6 te McDonald's, sepse pjesën më të madhe të ditës e kaluam te Topkapi. Edhe më pas donim të shkonim te Hafiz Mustafa, se më kishte dalë në TikTok edhe dukej si një pasticëri shumë e mirë, por atje kur u futëm ishte shumë seriozisht nuk na pëlqeu fare, veç callokume aty asnjë gjë interesante, edhe s'blem asnjë gjë. Rrugës më pas ishim duke ecur, po pam këtë vendin që është tradicionale turke, ka këto sofra që ulesh në kryq, kamarierët janë veshur me veshje tradicionale turke, ambienti është turk, është shumë vend i këndshëm. Edhe për ushqim ose morëm shumë gjëra sepse sa kishim ngrënë McDonald's, morëm ca pite dhe ëmbëlsira. Ato pite të mira, mua ushqimi turk nuk më ka pëlqyer fare.
as herën e parë kur ishim, as kësaj radhe nuk ka asnjë gjë interesante për të provuar. Ose jam unë shumë picky eaters që e kam pak bezdisht të provoj ushqime të reja, ose nuk e di, e kanë problemin turqit. Bëj diçka? Them diçka? Mirë, pra, ti pas ke bezdi të provosh diçka të re? E sigurt Paris? Amareta parisiane? Po mirë, për ëmbëlsira ato që ndryshe, unë po them për ushqime. Pizza. Përveç atyre. Pizza italiane. Luis! Rosa po lahet brenda në lishen, kokën poshtë e gjysit, bishtillat e ngren, kuak. Sot e kemi nisur ditën në Stambollin Aziatik, kemi ardhur te... Do doja shumë t'ja tregoja si ishte brenda, por nuk lejoheshin fotot dhe më vjen keq. Gjithsesi ne tani po qëndrojmë pak këtu, edhe të shohim ku do jetë destinacioni i radhës. Brenda ishte shumë bukur, po ishte pak a shumë si doma Baçe. Kishte atë stilin francez, shumë bukur sidomos kjo pamje. Tu kemi Bosforin, kemi detin, shumë pamje e bukur. Brenda unë u futa, por nuk filmova dot sepse nuk lejohej. Ne ndërkohë po hanim çokoladë Dubai. Mëngjesi jon për sot. Mos presim nga ora e Bosforit, direkt kemi lagjen e Skudar. Aty ku shëtitëm, bëm një shëtitje shumë të gjatë, qëndruam disa orë, hëngrëm mëngjesin, konsumuam nga një çokoladë se na kishte rënë sheqeri, nga një ëmbëlsirë, po, te ky vendi. Edhe tani jemi duke qëndruar këtu, duke shijuar rreset e diellit, edhe po presim që të shkoj ora për të nisur për në aeroport. Them diçka, ti s'po i shijon se ti ke vënë kapuçin. Po isha duke shijuar pak më. Ani po i shijon.